A i din të vdekurit për të gjallit, dhe a i din që ekzistojmë ne gjallë, ato të vdekurit, a i din kush lutet për ta? Çdo të mirë që bën një i gjallë për të vdekurin, ose çdo lutje që i pranohet për një të vdekur, atij i shkon sinjali dhe orientimi. Siç përmendet në hadithin e saktë, kur fëmia lutet për prindin e tij, Allahu ja kompenson ose ja shpërblen prindit. Edhe ai thotë, o Zot, po kjo nga me erdhi, thotë djali jot po lutet për ty, djali jot po kërkon falje për ty, ose vajza jote po lutet për ty, ose vajza jote po kërkon falje për ty, dhe kjo i përkthehet më njëherë të vdekurit. I përkthehet atij në mirësi dhe në shpërblim apo në falje mëkatesh dhe gjunahesh. Kjo vlen për çdo njeri që e bën një të mirë për një të vdekur, prej atyre veprave që ka argument se shkon sevapi i djallit tek i vdekurit. Pasi dietarët në këtë çështje kanë tre mendime. Një mendim që thotë nuk shkon asgjë tek vdekurit nga ato që bëjnë djallët përveç duas. Dhe një mendim që thotë shkon çdo gjë. Dhe një mendim tjetër që thotë shkojnë disa gjëra dhe disa të tjera jo, shkojnë çfarë ka argument që i shkon dhe nuk shkon çfarë nuk ka argument që nuk i shkon, dhe ky është mendimi më i saktë i dietarëve. A din të vdekurit për të gjallët? Normalisht që din, kanë informacion. Nga vjen informacioni, siç përmendet në hadithin e saktë, kur një njeri ndron jetë dhe shpirti i tij caktohet që të prehet dhe qetësohet në xhenet, takohet në xhenet me shpirtrat e besimtarëve të tjerë. Dhe vinë ata e pyesin, çfarë ka ndodhur me shtëpinë time, çfarë ka ndodhur me familjen time, si kanë shku punët. Dhe pyesin për emra konkret, çfarë boni filoni, çfarë ndodhi me filanin. Dhe nëse ky person ka vdek e ata nuk e dinë, dhe pyesin çfarë ka bë, për shembull le të themi një emër, çfarë dushti, X. I thot ky pa i ka vdek, a nuk e dini ju? A i ka vdek, a nuk e dini ju? Thonë ato, dhe më thonë e kuptojnë që ky njeri pas ka shku në xhenem, sepse po të ishte xhenetli, do të kisha ardhur shpirti i tij tek xhenetlit.